do thotë ka një djalë tash themi diku te 20 vjeç i cili prej ditës lindjes nga goja nuk ka ngur ushqimisht. Ka një ushqim special i cili nuk gjendet tut në Kosovë. Dhe neve shpesh herë bëjmë thirrje të njerëzit, ndoshta me kërkesën e familjes, me lejimin e familjes, ndonjëherë edhe postojmë ndonjë foto, ndonjë video të personit, individit, dhe për me siguru një ushqim i cili nuk bën në Kosovë. Do thotë kemi sjell prej Italisë, prej vendeve skandinave, po edhe prej Kroacisë, dhe mundohemi ja siguru pakën për 5-6 muaj, pastaj ka nevojë për pampersa, për higjian, sepse është i palëvizshëm. Dhe neve shpesh i dërgojmë njerëzit edhe te këta raste, dhe po e përmend edhe një rast tjetër, propom që vitin e kaluar në Ramazan kemi rënë në kontakt me një familje që shumë e sprovune, do thot një bashkëshort me gruan e tij, do thot me smundje të rënda, me terapia, me borxhe, mirë po fal vullnetit të mirë të njerëzve dhe sinqeritetit të atij kryefamiljari, do thot nga njerëzit të cilët neve i kemi dhënë adresë, kemi dhënë numër telefon, kanë kontaktuar, ai kështu na ka thonë, ato që unë kam planifikuar me i kry disa borxhe, do punë që kam për 10 muaj, ka dash Zoti i kam kry për një Ramazan. Kështu që unë i ftoj njerëzit që më ardhin te shoqata Bereqeti, nëse edhe dëshirojnë vetë me shku te familja me kontaktu, neve kemi atë mundësi, do të neve edhe listat ju japim, edhe kontaktet e familjes japim. Thjesht vetëm që ai që jep mundi i rahat zemra. Ato desha edhe me ju pyet në fakt se çka e bën shoqatën Bereqeti për pak vite themelim, diku prezant 6-7 vite, themelim, mu bë kaq e fuqishme, mu bë kaq e besueshme. Unë e di që fal juve dhe mbrapa juve Bashkisë Islame, por puna ju e palotshme dhe besueshmëria mbi të gjitha, por çka e ka bërë që shoqata Bereqeti në nivel të Bashkisë Islame në prezant po flasim me qenë kaq e hapur me shoqata të ndryshme që përmendet në nivel komunal, me drejtorinë për mirëqenien sociale, me shoqata të dalura nga lufta, a lodhen ju? A ju bjen me pushu ju? Po që puna humanizmit pak është, ndoshta themi një punë pa orar. Nuk ka orar, apo nuk ka ditë caktuar, se vazhdimisht do thotë ndoshta ndonjëherë na planifikojmë kaq ora me përfundu, sot mi po mund del një kërkesë, mund del ndoshta edhe një donator që ai atëre ka kohën e lirë, lyp një takim, do thotë neve nuk pritojmë, shkojmë, i kontaktojmë, i presim zyre, besa shpesh shkojmë edhe ku ata dëshirojnë mu taku, neve takohemi me ta, thjesht vetëm që me lehtësu, do thotë edhe atij që jep, po edhe pse jo edhe atij që merr, por ajo që na bën se the besueshëm është transparenca, edhe mbi gjitha është se te shoqata Bereqeti, çdo gjë që e dhuron donatori, komplet ajo shkon në bamirësi. Shoqata nuk ndal përqindje për shpenzime administrative, sepse edhe vetë përmenda që na kemi prapa, do thotë një bashkësi islame e cila na mbështet, do thotë me logjistik, na mbështet me gjëra që kemi nevojë. Domethënë rrogën tënde ti e siguron prej është institucioni bashkësisë tonë, edhe jemi edhe si imam, edhe do thotë donacionet janë ai që vjen, nëse dikush i dhuron 100 euro, për paku 100 euro kanë më shkuar paku. Do thotë nuk ndalen sikur që ndalen vende tjera për shkak apo në organizatja për rroga, për medike, për shpenzime, për nafta. Thjesht neve kemi një bashkësi islame logjistik që na mbron dhe mundohemi çdo cent që vjen me shkuar në bamirësi. Në vendin e duhur. Dhe kjo na ka bërë dhe do thotë përderisa do thotë kemi sukses, alhamdulillah në punë, ne dim që do thotë jemi mirë sepse Allah kur ka sukses do të e hap rrugën. Kur nuk ka, atëherë fillon edhe i çet barrierat në rrugë që po neve nuk kemi pas. Është një gjë që përshihet në fakt edhe në terren, edhe njerëzit për një kohë të shkurtë të themelimit të degës së shoqatës Bereqeti në prezant është një shoqatë e cila është e njohur me tashmë tek qytetarët, është e besueshme siç e folëm, dhe mbi të gjitha është një shoqatë derë për të gjithë. Domethënë që të kryjnë punë, se ka shumë ndoshta organizata shoqata që edhe disa janë mbyll, fakt ne i dim, edhe nuk i bëhen derman i qytetarit edhe i njerëzit. Por shoqata Bereqeti me siguri njëra prej shkaqeve të suksesit përpos juve si person që jeni të palodhshëm edhe për shkak se Bashkia Islame është logjistik, është edhe kjo që qytetarët sa herë kanë trokit në shoqatën Bereqeti kanë gjetë dermanin e tyre. Unë desha edhe një pyetje të vogël para se me kalu te pyetja e fundit për dhurimin e pakove që i bëni
shoqatës apo shoqatave të dalura nga lufta. Edhe ju vetë jeni veteran dhe invalid i luftës UÇK-s, për cilin edhe inshallah Zoti ai jo është problem mundin që keni bën kohë 3 dhe në moshë 3. A ka veteran, a ka invalid i cili i ka kushtet e liga apo ju këtë e boni vetëm për sheh respekti? Po neve kur e vizitojmë në këtë rast për shembull a keni pas ndonjë veteran që e keni vizituar që vërtet ka qenë shtëpia, ambienti ku ka jetuar ka qenë vend i mjerueshëm apo vetëm ju e boni për shenjë respektit për kontributin e atyre dhe familjeve të tyre? Neve kur e vizitojmë organizatën bëjmë për respekt që e kanë bërë për kontributin që ka dhënë në nisëlirimin e vendit që edhe neve më na mësu që lëshëm me punu. Mirë po, edhe tash sa vite mas luftës kemi veteranë të cilët për fat keq jetojnë kushtet mjerueshme dhe me një pension tash 204 euro sa kanë, do të thotë e pa përballueshme me kalu muin, sepse ato kanë familje, kanë shpenzim, mirë po kemi alat të tillë që nuk kanë edhe vend banim. Do thotë jetojnë me qira, jetojnë të strehuhen atë ndërtesë kush i ofron ndonjë banim të thjesht veç mos me pagu ndonjë qira, ka për fat keq dhe shpresojmë që ndoshta organet që janë më kompetente për këto të mirën më seriozisht dhe veteranë, se numri veteranëve që do të dish për shkak duke u zvoglu, për shkak do thotë ngritjes moshës dhe shumë veteranë brenda vitit vetëm po ndrojnë jetë, sepse do thotë tash e kanë arritur edhe një moshë. Mi po kemi të tillë që duhet me të vërtetë më ndihmu sepse jetojnë në kushte të mjerueshme. A keni pas si shoqat ndonjë rast ku keni pas nevojë me ndërhy për merre me tu diçka, me rregullu diçka, me çu ndonjë diçka prej objekteve? Ka raste të cilat kemi veteranë që jetojnë vetëm, s'kan familje, do thotë që duhet më kujdes vazhdimisht për ushqim, për higjen, për sigurimin e drunve, ndoshta për sigurimin e mjeteve, materiale për barna të cilat ata i përdorin dhe kanë, do thotë, pastaj kemi të tjerë të cilët kanë nevojë për ndoshta mjete teknik të bardhë, tash janë kërkesat janë të ndryshme dhe kur kujtojmë që ata me të vërtet kanë sakrifiku në rininë e tyre për nësët me punu leshëm, me të vërtet ndihemi pak të shokum kur e shohim gjendjen e tyre, por dash Zoti që mos përsëritem këto gjona, por le të bëhet një zgjidhje shumë më mirë për ta. Po shpresojmë që organet kompetente, por edhe ju si shoqat Bereqeti asnjëherë nuk e keni kthyer edhe për atë arsye edhe e bëna pyetjen. Kur ti shefeni duke fol, po ndalin edhe pyetje të tjera, të cilat kisha pas qef shumë me ndëgju unë dhe shikuesit tanë. Prizreni si një kryeqendër, Prizreni si një qytet, si një kryeqytet kulturor e shpirtënor për trojet shqiptare, edhe nga pozita gjeografike që kemi, ne jemi afër shumë me Shqipërinë. Jemi afër edhe me një pjesë të Maqedonisë, por me Shqipërinë më shumë. A ka qasje dhe si është kërkesa edhe prej brezit kufitar me Shqipërinë, fshatrat e Kukësit, fshatrat e Peshkopis, fshatrat e Dibrës, a tërkasin në derën e Bereqetit në Prizren? Bereqeti në përgjithësi do thotë kujdeset edhe për familjet që nevojë edhe jashtë territorit të Republikës Kosovës. Neve do thotë para fillimit këtij muajit bekumit Ramazanit kemi dhuru pak ushqimore do thotë në disa fshatra në zonën e Dibrës, aty ka Peshkopia. Pastaj veshmbathje kemi dhuru, po edhe këtë pjesën e Kukësit, ndonjëherë na kërkojnë kërkesa aty në është për me ndihmu, ndoshta në ndonjë renovim në shtëpie që veç një gjatë të tilla kemi kry do thotë para 2 muajsh dhe s'po thejmë shtu si Prizren, por edhe në nivel të Republikës do thotë neve dhurojmë pas ka pjesa Krumës, pjesa Gjakovës, anena që do ta dhurojmë vazhdimisht ndihma për zonat të cilat janë afër me Kosovën, pas pjesa tjetër do të anena ka Lugina Preshevës, Medvegja, do të anena dhurojnë. Dhe gjithka Bereqeti do të mundohet ka pak me shtri dorën edhe jashtë kufive administrativ që janë, sepse do të ata janë vëllezërit tanë dhe janë njerëz të cilët duhet më ndihmu. Po, atëherë të falenderoj për këtë përgjigje që nuk e kisha në plan dhe për fund kisha me kërku, me të pyet se a ka